Historia e radhës bëhet fjalë për një grua me origjinë nga qyteti i bukur i Shkupit. Unë falenderoj të gjithë shkupianët të cilët në mënyrë anonime ndajnë rrëfime nga jeta e tyre dhe mua më vjen shumë keq për këto rrëfime që i dëgjoj dhe shpresoj që këto rrëfime publike, interpretimi im, mënyra se si unë i sjell këto te publiku, të ndikojnë shpirtërisht tek partnerët e tyre, si rasti në fjalë që ju do ta dëgjoni, dhe partnerët të mendojnë t'i kthehen familjes, se një gjë duhet ta kuptojmë, ne në jetë zgjedhim një person. Me atë grua të dashur ne ndërtojmë familje, sillim në jetë fëmijë. Dhe në jetë njeriu mund të takoj shumë personalitete të bukura, por dashuria ndaj familjes, ndaj zemrës së njeriut, është më e bukur se sa eksperiencat të cilat ne mund t'i të kalojmë në jetën tonë. Unë jam një grua nga Shkupi. Ndoshta historia ime s'është ndryshe nga shumë gra të tjera. Por për mua ajo është gjithçka që unë kam përjetuar dhe që më ka shkatëruar. U rita në një familje të thjeshtë, me prindër që punonin ditë e natë për të na mbajtur. Që e vogël besoja te dashuria. Më dukej sikur dashuria mund të shëronte çdo plagë. Dhe ndoshta, për një kohë, kështu ndodhi. E njoha atë, burin tim kur isha vetëm 20 vjeçë. Ishte djalë nga një fshat afër Shkupit. I butë në fillim shumë, i sjellshëm, më fliste me shumë ëmbëlsi dhe më bënte të ndjesha sikur isha gruaja më me vlerë në botë. Prindërit e mi nuk e donin shumë këtë lidhje. Më thoshin, ai nuk është për ty. Vajzë, nuk e njeh mirë, mos u nxito. Por unë nuk i dëgjova. Dashuria të verbon dhe unë isha e verbuar plotësisht. Në vitin 2011 u martuam. Ishte një dasëm e vogël, por për mua ishte dita më e bukur e jetës sime. Në fillim gjithçka shkonte mirë, jetonim me qira, por ishim shumë të lumtur. Ai punonte në ndërtim, unë kujdesesha për shtëpinë, ku pas 2 vitesh lindi fëmia ynë i parë. Një djalë i vogël me sytë si të tatit. Mendova se tashmë jeta ime kishte një kuptim. Më vonë pas 3 vitesh erdhi vajza jonë. E mbaj mend si tani. Ai qante kur për herë të parë e mori në krah. Më përqafoi dhe më tha tani jemi një familje plot. Por ajo ndjesi nuk zgjati shumë. Në fillim ai nisi të vonohej nga puna, thoshte se kishte orë shtesë, por unë ndjeja që diçka s'ishte në rregull. Filloi që të largohej, filloi që të ftohej, nuk më fliste si më parë. Unë ndjeja, por nuk e pranoja dot. Sakrificën time, dashurinë, vitet, fëmijët, s'mund t'i hidhja poshtë për një dyshim të vogël. Një mbrëmje, kur fëmijët kishin fjetur, më tha se donte të shkonte për disa muaj në Tiranë për punë. Më tha se kishte gjetur një punë më të mirë, që do të na ndihmonte ekonomikisht. E lash që të shkonte. Madje e ndihmova që të përgatitej. I bëra rrobat gati, ja futa edhe një letër të vogël në valixhe ku i shkruajta: "Të pres, mos haro. Kemi 2 ëngjëj që të duan shumë." Kaluan një javë, muaj dhe ai nuk u kthye.
filloi të mos më përgjigjej në telefon, të shmangte çdo kontakt, derisa një ditë një grua më shkroi në Messenger dhe më tha: "Më vjen keq që po ta them, por burri yt është me një femër nga Tirana. Jetojnë bashkë." Nuk e besoja. Mu erën syt. Mendova se ishte një keq kuptim. Por kur e mora në telefon edhe i thash çfarë kisha dëgjuar, ai vetëm heshti. Edhe më tha: "Po, është e vërtet. Mos më kërko. Unë dua të filloj një jetë krejtësisht të re." Ajo fjali më vrau më shumë se çdo therrje, më shumë se çdo rakje, më shumë se çdo goditje që jeta mund të japë. Sakrifica ime për të ishte bërhi. Unë mbeta vetëm me 2 fëmijë të vegjël, pa shtëpi, pa para, pa asgjë. Puna ime e vetme ishte të isha nën, edhe tani duhej të isha nën edhe baba në të njëjtin rast. Punova gjithçka që unë mundesha, pastruese, kujdestare, madje edhe shitse në treg. Netëve kur fëmijët flinin në qaja në heshtje, jo vetëm për humbjen e burrit, por për zhgënjimin që dashuria ime ishte kthyer në asgjë. Kaluan vite, fëmijët u rritën, dhe çdo ditë që shoh sytë e tyre ndjej se kam bërë diçka të drejtë. Nuk u dorëzova fare. Sot ai jeton diku në Tiranë, me atë femër për të cilën më la. Thonë se as me të nuk është mirë, por nuk më intereson. Mësova që dashuria nuk është gjithmonë e përjetshme, por nëna është. Unë jam një grua që sakrifikoi gjithçka për dashurinë, por sot jam një nën që sakrifikon për jetën, dhe kjo është dashuria më e pastër që ekziston. E dashur, unë të komplimentoj publikisht edhe të them që nuk e bër gabim që ke përzgjedhur të rrisësh frytin tënd, të rrisësh fëmijën tënd. Një baba të shkon ku të doj, por nuk mund të haroj që gjën më të shenjtë në jetë e ka fëmijën. Dhe nga fëmia nuk ka gjë më të bukur në jetë. Andaj, ju femra që mendoni që me burrat e martuar mund të jeni shumë të lumtura, mund të krijoni një familje, mund të krijoni një përditshmëri, bëni shumë gabim, sepse fëmia është gjaku i tij dhe të jeton sado që të jeton me ty, përsëri do kthehet, në fjalë popullore i thon, do kthehet te bunari vetëm. Andaj, që ky bunari të na pret me shumë dashuri, ne nuk duhet të shkatërrojmë gjithçka që ne kemi ndërtuar.